Ne do të vijmë të diskutojmë për ngjarjet e kronikës, duke patur në fokus patjetër zhvillimet e ditës së sotshme, por edhe më tej. Me mua në studio është bashkuar Etleva Delia, është autore e emisionit Gjërat Tona në ABC News. Përshëndetje, faleminderit Etleva. E thash në fakt që do të diskutojmë për ngjarjet e kronikës, duke patur parasysh se është Elbasani dosja plumbi i artë, që përgjatë ditëve të fundit ka qenë në qendër të vëmendjes, duke sjellë në vëmendje patjetër edhe dëshmin për herë të parë që pati bashkëpunëtori i drejtësisë dje, Erion Alibej, që zbardhi në fakt një sër ngjarje. Sot kemi këtë vendim të apelit të posaçëm edhe për Florencë Çapjan, që aktivitetin kryesisht e kanë patur në Elbasan. Çfarë po ndodh në këtë drejtim? Në fakt, me dëshminë e Erion Alibejt, e cila është seanca e parë që u zhvillua dje që ai filloi të rrëfehej, do ketë episode tjera, nëse është vetëm fillimi i atyre çfarë ai di dhe çfarë ka thënë edhe më parë në momentin që ka pranuar të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Ndryshe nga Nureddin Dumani, i cili kishte informacione, por ishte si person që ishte kontraktuar nga grupe të ndryshme kriminale për realizimin e vrasjeve, në këtë rast Erion Alibej është një nivel tjetër të penduar për sa i taket statusi që ai ka pasur, duke qenë se ishte një nivel drejtues, të themi ishte drejtues i një prej klaneve, grupeve që vepronte në Elbasan, të paktën pas vrasjes së vllait të tij në masakrën e Bradasheshit në vitin 2018, pasi siç e ka deklaruar edhe ai në dëshminë e tij, deri në këtë moment ai nuk ishte përfshirë dhe nuk kishte pasur të bënte qoftë me trafikun e drogës, qoftë me vrasjet me pagesa për përplasjet mes grupeve kriminale të Elbasanit. Në fakt, të janë ngjarje të përgjakshme, që përgjatë viteve ne kemi transmetuar detaje dhe gjithçka tjetër, duke sikur gjithçka është drejt zbardhjes me bashkëpunimin që ka tani me autoritetet, qoftë Nureddin Dumani, me ato që ne kemi transmetuar, po së fundmi dhe Erion Alibej, edhe patjetër fokusi edhe tek gjithë ata që po ekstradohen nga Dubai. Grupet e Elbasanit, në fakt kanë qenë 4 grupe të tilla, 2 të konsideruara në nivelin më të lartë të krimit organizuar, siç janë organizatat kriminale, organizata Çopja dhe Çela, nga ana tjetër grupi Çapja dhe së fundmi grupi Alibej, janë grupe që u goditën dhe u dolën, u ekspozuan personazhet dhe drejtuesit e tyre kryesisht nga bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe së fundmi edhe nga biseda që ata kanë bërë me njëri tjetrin në platformën Sky, të shpenguar me idenë që nuk përgjoheshin dhe aty më tepër janë ekspozuar më shumë, pasi kanë folur me detaje dhe lirshëm për gjithçka. Edhe Çapjat, edhe Çelajt, po domethënë edhe grupet e tjera aty u ekspozuan fillimisht nga bashkëpunëtorët e drejtësisë. Në rastin e Florencë Çapjas, për të njëjtën ngjarje për cilën ai tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm, siç është vrasja e vitit 2012 në Elbasan, ai ishte shoqëruar dhe ndaluar disa herë me dëshmi, me prova që ishin rrëzuar më pas nga gjykata, personazhe që kishin dëshmuar dhe më pas ishin tërhequr dhe u desh një ndër vrasjet që ata kishin kontraktuar për të realizuar krimin, që të kthehej në të penduar, siç ishte Elvis Bardhi dhe të ekspozonte gjithë domethënë që solli fundin e tyre, pasi fillimisht u dënuar me burgim përjetshëm xhaxhai i tij Ardian Çapja dhe më pas edhe Florencë Çapja. Nga ana tjetër, grupet e tjera që po ashtu u ekspozuan nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, ndërsa tashmë është radha e Erion Alibejt si një drejtues i grupeve të Elbasanit që po tregon jo vetëm lidhjet e grupeve mes njëri tjetrit në Elbasan, por edhe faktin se si është zhvilluar trafiku i kokainës ndër vite jashtë Shqipërisë dhe më pas përplasjet kanë ndodhur po në Elbasan, gjithashtu edhe lidhjet e forta që ata kanë pasur pjesëtarë të grupeve të ndryshme me policinë e shtetit, me shefa policie, policë që ishin të pajisur me platformën Sky, që komunikonin lirshëm dhe i shërbenin në krimit në shumë raste në Elbasan, por ashtu ai ka shpjeguar edhe se si kishte ai akses në sistemin Teams duke u vënë në dispozicion fotografi dhe çdo informacion që ai kishte të nevojshme dhe ai në dëshminë e tij tregonte që e kishte në dorë dhe shifte gjithçka dhe kontrollonte gjithçka. Pa përmendur këtu faktin që ai ishte i pajisur me një radio policie dhe edhe pse ishte person në kërkim, lëvizte lirshëm pasi kishte frekuencat e policisë dhe në momentin që dëgjonte në radio targën e mjetit të tij, kishte më të thjeshtë për të larguar. Pra, edhe fakti tjetër që një person në kërkim, pavarësisht se i ka ndodhur një masakër në familje, pasi ai kështu e konsideron ngjarjen e Bradasheshit, sepse u vran vllai, xhaxhai dhe një mik i familjes shtetasit turk, ai lutet që të shkojë në polici nga drejtuesit e policisë së Elbasanit në atë kohë dhe pavarësisht se ishte në kërkim lejohet që të vazhdoj
të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit dhe sigurisht një njeri që është i lirë, është në kërkim, nuk ka asgjë për të humbur. Për më tepër, shpjegon edhe lidhjet, dyshim madje i përmend një shef komisariati në Elbasan që thotë i shërbente familjes Suel Qelës. Eltiva, dëshmitë e Nurettin Dumanit kanë kaluar me jo pak polemika sa i takon vërtetësisë së tyre ose pikpamjes ndryshe ndoshta. Më fol pak nga ajo që ka arritur të shohësh nga dëshmia parë Ali Bejt. Çfarë niveli dëshmie dhe zbardhjesh ngjarjesh kriminale mund sjell ky i penduar i drejtësisë dhe patjetër dua edhe një koment për të, do të thënë sa e suksesshme mund themi është puna e prokurorisë posaçme në këtë drejtim, në bërjen e Ali Bejt bashkëpunëtor të tyre. Në fakt, dëshminë e parë si i penduar dhe faktin në momentin e parë që ka pranuar të kthehet në bashkëpunëtor, Erion Ali Bej ka dhënë për prokurorët belg, të cilët pashtu kishin një hetim të njësur atje, siç rezultoi edhe më vonë vitin e kaluar që pati një bashkëpunim mes prokurorisë së Belgjikës dhe SPAK-ut për goditjen e klanit Çopja, dhe një hetim i njësur atje për vrasjen e një prej anëtarëve të klanit Ali Bej, siç ishte Arjan Spahiu, solli prokurorët e Belgjikës tu që morën një deklarim të Erion Ali Bej, që në fazën e hetime paraprak ai kishte thënë pothuajse një pjesë të madhe të atyre çfarë dinte. Por si që thash edhe në fillim, ndryshe nga Nurettin Dumani, që u ndje i rrezikuar, u ndje i friksuar pasi mbeti i plagosur një atentat ku ai ishte nisur vetë të kryente një vrasje dhe mendoj se e shitën, madje ai përmend edhe Suel Qelën si një prej personave që mund ta ketë nxjerrë në prit. Erion Ali Bej është nivelin e një personazhi që ishte drejtues, pra mund të ketë edhe më shumë informacion për lidhjet mes grupeve kriminale, jo se nuk ishte Nurettin Dumani, pasi çdo dëshmi e dhënë, qoftë nga ai, qoftë nga çdo i penduar tjetër, është mbështetur edhe në prova dhe në fakte të tjera që është e besueshme dhe është e rëndësishme për hetimet e çdo ngjarje kriminale që tashmë po hetohen nga SPAK. Prandaj po them që mund të ketë spekullime për ngjarje që mbase ju faturohen personave të tjerë nga i penduar që pranon të rrëfej gjithçka dhe mendon se din gjithçka, por nga ana tjetër çdo thënie e tyre është e mbështetur në prova të tjera dhe së fundmi edhe nga biseda që ata kanë zhvilluar në platformën Sky. E qartë. Unë dua që së bashkut ndalemi edhe tek një operacion, tek një aksion të marrë ditën e sotme nga Policia e Tiranës, edhe dua sigurisht që ta komentojmë së bashku, duke patur parasysh se është vijimi një tjetri, ku janë arrestuar 2 persona, sot kemi 10 persona të arrestuar, bëhet fjalë për trafik armësh mes Kosovës dhe Shqipërisë. A është kjo një rrugë që ndiqet gjithmonë? Është një linjë trafiku armësh që është ndeshur edhe më përpara, ka pasur persona të tjerë të arrestuar, mund të jetë vijimi i saj, mund të jetë edhe në një linjë paralele grupeve të tjera, por që është si një rrugë që tashmë është bërë edhe më herët. Ndoshta duke qenë se janë përballur edhe me rastet më parshme, policia është më vigjilente tashmë dhe ka nisur edhe hetime proaktive në bashkëpunim me prokurorinë që të mbajnë në vëzhgim dhe kjo tregohet edhe me operacionin e sotëm që ata janë kapur në flagrancë, kanë qenë në monitorim gjatë gjithë kohës, por është një nga linjat që prej vitesh funksionon në trafikun e armëve, ndoshta edhe në trafikun e drogës, por kryesisht në të armëve që bëhet nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Ka ndonjë arsye specifike pse ndodh kështu? Ndoshta ndiqet si një linjë më e thjeshtë nga trafikantët, duke qenë se i njohin edhe më mirë kufit, rrugët, janë edhe më të sigurt, pasi kanë edhe mbështetje ndoshta edhe nga strukturat e tjera. A shërbejnë këto lloj aksionesh, operacionesh edhe ekspertiza që i bëhet armëve për të zbardhur ngjarje të ndryshme kriminale? Kemi të dhëna në këtë drejtim apo jemi ende herët? Deri në momentin që të bëhet një ekspertizë armëve për të kuptuar nëse ato janë armë të pastra, le të themi që nuk janë përdorur në krime, apo ka pas armë që mund të jenë përdorur në ngjarje të tjera kriminale, këto nuk mund ta themi pasi duhet ta përcaktoj laboratori i policisë shkencore, por ka pasur raste që në goditjet më parshme, në rastet e tjera kanë rezultuar që të jenë gjetur armë edhe fakti ku janë marrë dhe si janë përdorur dhe ku janë përdorur. Mund të shërbejnë edhe për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. Ka një aktivizim të strukturave ligjzbatuese konkretisht Policia e Shtetit, po edhe përmes forcave elitare që ne raportojmë ditë pas dite për aksione të shumta apo është perceptim? Jo, në fakt ka masa të shtuara kryesisht për qoftë edhe për armbajtjen pa leje, por edhe kryesisht për trafikun e armëve, sigurisht është më e rëndë se kaq. Mendoj se është një angazhim edhe një punë më e madhe që ata po bëjnë në këtë drejtim, sepse është një nga
armët kryesore që kanë në dorë sot grupet kriminale. Edhe duket sikur janë më në qendër të vëmendjes sa i takon këtyre lloj aksioneve dhe operacioneve? Unë besoj se po, është një vigjilencë më e shtuar dhe e kanë marrë më me seriozitet këtë çështjen e zbulimit të linjave trafiku dhe personave që mbajnë armë pa leje. Faleminderit Etleva që ishe me mua në studio. Kënaqësi si gjithmonë.